Suzana Shkreli në garë për t'u zgjedhur sekretare e shtetit tonë të Michiganit. Një tjetër shqiptare amerikane po përpiqet të lërë gjumë në politikën amerikane këtu në Michigan. Suzana Shkreli, e njohur për aktivitetin e saj në komunitetin shqiptar këtu dhe për përvojën administratë shtetërore, synon postin e sekretarit të shtetit të Michiganit. Ky është një nga pozitat më të rëndësishme në nivel shtetëror, përgjegjës për mbikëqyrjen e zgjedhjeve veçanërisht në një shtet vendimtar në zgjedhjen e presidentit amerikan. Shkreli, deri tani komisionere e llotarisë në Michigan, ka një karrierë të pasur në shërbimin publik, duke përfshirë detyra si ndihmës prokurore dhe drejtore e zyrës së ombudsmanit për fëmijët. Ajo është gjithashtu bashkëthemeluese dhe anëtare e bordit të drejtorëve të demokratëve shqiptar-amerikanë. Unë besoj se vërtet se demokracia amerikane është në rrezik, tha ajo për një nga gazetat lokale, duke folur për kandidaturën e saj. Kandidatura e saj rikthen vëmendjen në komunitetin shqiptar në Michigan, i cili reflekton diversitetin politik të shtetit. Suzana Shkreli ka përvojë të mëparshme zgjedhore, duke u bërë e njohur në vitin 2016 si kandidatja më e re që synoi Kongresin Amerikan në moshën 29 vjeçare, kur konkurrimi i saj ndihmoi Partinë Demokrate në distriktin 8. Tani ajo po garon brenda Partisë Demokrate për të fituar të drejtën përballet me kandidatin e Partisë Republikane. Komiteti shqiptar po e ndjek me interes të veçantë të garë, duke reflektuar ndikimin e tij në politikën e shtetit dhe rëndësinë e Michiganit në skenën kombëtare. Suksese Suzanës për këtë sfidë të re dhe suksese të gjithë shqiptar-amerikanëve që angazhohen në jetën publike këtu në Shtetet e Bashkuara, pavarësisht nga orientimet partijake.